Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure En-Nasr, zbritur në Medine, ajete 3. Përmbajtja e sures En-Nasr. Kjo sure ka zbritur në Medine pas hijretit, migrimit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo sure lajmëron për një fitore të madhe. Pas kësaj fitore, njerëzit do të futen në fen islame grupe. Për këtë shkak e fton profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të falënderojë, të bësh tasbih dhe të kërkojë falje, istighfar. Edhe pse në fen islame janë arritur fitore të mëdha, kjo fitore dhe ky çlirim i Mekës, me cilësitë e përmendura, është një mrekulli sepse ky çlirim mbarte me vete një triumf të madh. Vetë arabët kishin thënë se nëse profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, do ta çlironte Mekën, atëherë ky çlirim do të ishte argument që ai ka të drejtë. Nëse nuk do të kishte të drejtë, Zoti nuk do t'i jepte leje që ta çlironte Mekën, ashtu sikurse nuk i dha leje ushtrisë Abrahas, Ashabul Fil, që ta rënonte e ta pushtonte Qaben dhe Mekën. Një gjë të tillë nuk do ta lejonte edhe për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të çlironte Mekën për këtë shkak se jo besimtarët e Mekës pas kësaj ngjarjeje e pranuan fen islame dhe u futën në islam grupe. Disa janë të mendimit se kjo sure ka zbritur pas Sulh Hudejbie, marrëveshjes së Hudejbies, në vitin e 6 pas migrimit dhe 2 vjet pas çlirimit të Mekës. Disa të tjerë janë të mendimit se ka ndodhur pas çlirimit të Mekës në vitin e 10 të migrimit në lamtumirën e fundit. Ky mendim është tepër i largët sepse interpretimi i surës me këtë kuptim nuk ka asnjë përputhje, si dhe lajmëron për një ngjarje që do të ndodhë së afërmi dhe nuk flet për të kaluarën. Një emër tjetër i kësaj sureje është Et-Taudiu, që do thotë lamtumir për shkak se në të tregohet edhe largimi i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij nga kjo botë. Në një hadith transmetohet se kur kjo sure u shpall profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ai e lexoi për shokët e tij, të gjithë u gëzuan dhe u lumturuan, por Abasi, xhaxhai i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur e dëgjoi nisi të qaj, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e pyeti: "O xhaxha, pse po qan? Mendoj se në këtë sure është edhe një tjetër lajm, ai largimit tënd", tha ai. "Po, është e vërtetë ajo që ti po thua", ju përgjigj profeti i Allahut. Ka mendime të ndryshme midis komentuesve se në cilën pjesë të surës flitet për një gjë të tillë, për shkak se pamja jashtë me ajeteve nuk tregon asgjë tjetër përveç se një lajm i të mirë për çlirimin e Mekës, por mendohet se ndoshta është përdorur kuptimi i saj se tashmë po përfundon profecia profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe feja e tij është e plotësuar dhe është e përsosur. Është e qartë se në kushte të tilla, largimi i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij nga kjo botë, ishte i pritshëm. Mirësitë e leximit të surës En-Nasr. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për mirësitë e leximit të kësaj sureje thuhet: ai që lexon surën Nasr është sikur ka qenë së bashku me profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në çlirimin e Mekës. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: ai që lexon surën Nasr në namazet jo të detyruara apo të detyruara do të jetë i fituar dhe fitimtar ndaj të gjithë armiqve të tij, dhe në Kiamet do t'i jepet një letër e cila do ta mbrojë kur të dalin nga varet në ditën e Kiametit, që të mos e djeg zjarri i xhehenemit. Është e qartë se gjithë kjo krenari dhe mirësi është për atë që e lexon këtë sure dhe ecën në rrugën e profetit të Allahut, dhe çdo synet të tij e vën në zbatim, nuk mjaftohet vetëm me përshpëritje të tyre. Ajetet nga 1 deri te ajeti 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kur të vinë ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga ai, sa ai është vërtet pranues i madh i pendimeve. Komentimi. Në këto 3 ajete të shkurtra, por me shumë kuptim dhe me shumë domethënie, flitet për punë që janë të vogla në pamje, por që rëndojnë shumë. Nëse u kushtojmë vëmendje atyre, do të shohim se do të ndihmojnë në kuptimin dhe qëllimin përfundimtar të surës. Në ajetin e parë, fjala El-Nasru i është shtuar Allahut, Nasrullah, nuk është shtuar vetëm këtu, por në shumë ajete të Kuranit ky kuptim është pasqyruar. Ndërto është ajeti 214 i surës El-Baqara që thotë: "Vërtet mendoni të hyni në xhenet pa provuar atë që kanë provuar të tjerët para jush, ata i goditi mjerimi dhe sëmundjet dhe aq shumë u tron ditën sa që çdo i dërguar dhe ndjekësit e tij thirrën: kur do të arrijë ndihma e Allahut, janë ndihma e Allahut është afër."
Në ajetin 126 të surës Ali Imran, lexojmë Allahu e bëri këtë që t'ju sjell lajmin e gëzuar dhe që t'ju aqetësoj zemrat, vërtet fitoria është vetëm nga Allahu i plotfuqishmi dhe i urti. Në ajetin 10 të surës El-Anfal, gjithashtu lexojmë Allahu e bëri këtë fitore si lajm të mirë që të qetësohen zemrat tuaja me të, fitoria vjen vetëm nga Allahu, me të vërtetë Allahu është i plotfuqishëm dhe i urtë. Është e drejtë që për të fituar mbi armikun duhet të forcohemi dhe të kemi forca, por një njeri besimtar fitoren e pret vetëm nga ana e Allahut. Për këtë shkak në kohën e fitores nuk bëhet mendje madh, por nis të falënderoj. Së pari në këtë sure flitet për ndihmën hyjnore dhe më pas për çlirimin dhe fitoren, në fund për ndikimin dhe për hapjen e fesë islame si dhe për hyrjen në fe grupe të njerëzve. Këto janë tre arsye që nëse nuk do të ishte ndihma nga ana e Allahut, nuk do të kishte çlirim dhe fitore. Nëse nuk do të kishte çlirim, fitore dhe nëse nuk do të largoheshin pengesat, njerëzit nuk do të mund të hynin në fe grupe. Në të vërtetë, pas këtyre tre mirësive vjen edhe një mirësi tjetër që është falënderimi dhe adhurimi i Allahut. Fitoria dhe çlirimi hyjnor janë për të treguar jo vetëm hyrjen e njerëzve në fenë islame, por edhe udhëzimin e tyre. Në këtë rast, çlirimi ka ardhur në mënyrë të përgjithshme dhe sipas shenjave që dham më lart, padyshim që flitet për çlirimin e Mekës. Ky çlirim hapi një kapitull të ri në historinë islame, sepse qendra kryesore e shirkut u shpërbë, idhujt u larguan dhe shpresa e idhujtarëve u shua. Po ashtu pengesat që u vendosën para myslimanëve u hoqën nga rruga. Për këtë shkak, çlirimi i Mekës duhet të jetë një stad prej stadeve të qëndrueshmërisë së fesë islame, për hapje e saj në Arabi dhe më pas në të gjithë botën. Kështu që pas çlirimit të Mekës nuk pati asnjë qendres prej jo besimtarëve, vetëm një rast që edhe ai u rrëzua shumë shpejt. Nga i gjithë vendi vinin pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për të pranuar fenë islame. Në vazhdim të ajetit i urdhërohen profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tre rregulla të rëndësishme natyrisht të gjithë besimtarëve. Njëra është falënderimi për këtë fitore të madhe, së dyti të bëri tesbih dhe hamd dhe së treti pendimi. E tesbih me kuptimin të lartësosh Zotin nga çfarëdo lloj gjëje. Elhamdu është për cilësitë dhe për sosmërinë, ndërsa el istighfaru për gabimet e robëve. Kjo fitore bëri që të zhduken të gjitha papastërtitë e idhujtarisë, të shfaqet për sosmëria dhe bukuria e Allahut dhe të humburit të kthehen drejt të vërtetës. Kjo fitore e madhe u bë shkak që askush të mos mendoj se Allahu i lë vetëm shokut, por ai e mban fjalën e dhënë. Gjithashtu Allahu tregon se njerëzit duhet të tregojnë mungesat që kanë përpara madhështisë së Allahut. Përveç këtyre, në kohën e fitores, njeriu mund të reagojë jo mirë dhe mund të bëhet preh e mendimadhësisë, apo ndoshta mund të ngrihen për tu hakmar ndaj armikut, duke i mbyllur llogarit vet personalisht. Këto tre rregulla ja mësuan atij që në momentin e veçantë kur të jetë afër fitoria të kujtojnë cilësitë Xhelal dhe Xhemal të Allahut, që çdo gjë është prej tij. Gjithashtu i kërkohet të pendohet, që të shuajë mendjemadhësinë dhe të heqë dorë nga hakmarrja. Është e ditur se profeti i Islamit, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sikurse edhe profetët dhe të dërguarit e tjerë ishin të pastër, atëherë pse janë urdhëruar që të pendohen për çfarë është pendimi? Në përgjigje të kësaj pyetjeje duhet të themi: së pari, kjo është një detyrë për gjithë ummetin, sepse përgjatë kësaj përballjeje të gjatë që ka zgjatur rreth 20 vjet, myslimanët kaluan shumë ditë të vështira dhe të dhimbshme. Ngjarjet ishin aq shumë të ndërlikuara sa që shpirti u kishte ardhur në maj të hundës. Disa kishin mendime të këqija për sa u përket premtimeve hyjnore, ashtu sikurse thotë edhe Kurani për luftën në ajetin 10 të surës Al-Ahzab: ata ju sulmuan nga lart dhe nga poshtë, kështu që sytë tuaj u errësuan, zemrat ju erdhën në fytë dhe besimi juaj tek Allahu u lëkund. Tashmë që fitoria u afrua, e kuptojnë se ato mendime të këqija dhe lëkundjet e tyre ishin të gabuara, tashmë duhet të pendohen. Së dyti, njeriu sado që të falënderojë dhe të mundohet ta shlyejë hakun, nuk do të arrijë kurrë ta bëjë atë, ndaj në fund të falënderimit duhet pendohet për çka ka vepruar. Së treti, zakonisht pas fitores nisin cytjet e shejtanit, mendjemadhësia, hakmarrja dhe shumë cytje të tjera. Në të tilla raste duhet të kujtojmë Zotin dhe vazhdimisht të kërkojmë falje e të pendohemi që asnjë nga ato që tham të mos gjendet te ne, ose nëse janë të largohen. Së katërti, ashtu sikurse u tha edhe në fillim të surës, njoftimi i kësaj fitoreje përafërsisht lajmëron përfundimin e misionit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe përfundimin e jetës së tij dhe bashkimin me krijuesin.
E gjitha kjo kërkon tesbih, lartësim, hamd, falendërim dhe lartësim dhe istighfar, falje, pendim. Në transmetime të ndryshme thuhet se pas zbritjes së kësaj sureje, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përsëriste shumë herë këtë fjali: O Allah, i lavdëruar qoftë emri yt, të falënderoj. O Allah, më fal mua sepse ti je falës dhe pranues i pendimit. Fjalia innehu kana tawwaba tregon shkakun e pendesës, që do thotë pendohu dhe kërko falje sepse Zoti yt është mëshirues, falës dhe pranues i pendimit. Ndoshta mund të flas edhe për një çështje tjetër që mund të jetë kjo: kur Zoti ta pranon ty pendesën, atëherë edhe ti pranon pendimin e mendimdhënjve pas fitores, e kur prej tyre nuk shikon kundërshtim ose dredhi, pra nuk shfaqin asnjërin nga këto që tham, atëherë mos i largon nga vetja, sikurse do ta shohim profetin nderuar, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në këtë ngjarje të çlirimit të Mekës, tregoi në mënyrën më të përsosur fytyrën e mëshirës së fesë islame përballë armiqve, smirëzinjve që kishin humbur në këtë luftë. Nuk që vetëm profeti i Islamit që bëri teube, pendim, tesbih, lartësim dhe falënderim për Allahun pas fitores, por e njëjta gjë ka ndodhur edhe me profetët e tjerë që i tregon historia më së miri për këtë çështje. Për shembull, profeti Jusuf, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur mori pushtetin e Egjiptit dhe pranë t'i erdhën babai, nëna dhe vëllezërit e tij, pas një kohe të gjatë pa u para i tha: O Zoti im, ti më ke dhënë pushtet dhe më ke mësuar shpjegimin e ëndrave, o krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je mbrojtësi im edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Bëj që të vdes si musliman dhe më shoqëro me punë mirët në botën tjetër. Edhe profeti Sulejman, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur u ul në fronin e mbretëreshës së Sebes, tha: Po ai që ishte i pajisur me dijen e librit tha: unë do të ta sjell ty sa të çelën mbyll syt. Kur Sulejmani e pat vendosur para tij tha: Kjo është nga dhuntit e Zotit tim për të më provuar a jam mirënjohës apo mohues. Kush falënderon e bën për të mirën e vet, e kush mohon, ta di se Zoti im është i vetmjaftueshëm dhe dhurues. Hulumtim, çlirimi i Mekës, fitoria më e madhe e Islamit. Çlirimi i Mekës, sikurse e thamë edhe më lart, ishte një kapitull i ri në historinë e fesë islame. Mbrojtja e armikut u kthye pas gati 20 vitesh. Me çlirimin e Mekës u zhduki dhujtaria nga gadishulli arabik dhe feja islame u bë gati që të udhëzoj vendet e tjera. Përfundimisht, kjo ngjarje ishte e tillë: pas ardhjes së mesazhit të paqes së Hudejbijes, jo besimtarët e Mekës e thyen beslidhjen e paqes dhe nuk pranuan firmosjen e paqes së Hudejbijes. Disa të tjerë u ankuan për profetin Muhammed, kështu që ai vendosi të mbështes ata që ishin bashkuar me të. Nga ana tjetër, kishte ardhur momenti i duhur që të hiqej ligji i dhujtarisë. Ky ishte shkaku që të kryhej kjo gjë, ndaj edhe profeti nderuar me urdhër të Allahut u bë gati të nisej drejt Mekës. Çlirimi i Mekës u krye në 3 stade. Së pari u arrit përgatitja e forcave, përzgjedhja e kohës së përshtatshme, mbledhja e informacionit të mjaftueshëm për armikun, për sa u përket forcave të tyre si dhe anën shpirtërore të tyre. Stadi i dytë ishte kryerja me rregull dhe boshatisja nga gjërat e tepërta që do të sillnin çlirimin e Mekës, ndërsa stadi i tretë ishte ajo çka erdhi dhe sindikoi ky çlirim. Të gjitha këto stade u kryen me shumë saktësi dhe cilësi. Profeti nderuar e kishte përgatitur në mënyrë të saktë rrugën e Mekës dhe të Medinës. Ata u gjendën në befasi dhe kjo gjë bëri që në atë tokë të mos derdhej asnjë pikë gjaku dhe Meka të çlirohet. Njëri prej myslimanëve me besim të dobët me emrin Hatib ibn Abi Beltet kishte shkruar një letër për Kurejshët që t'i lajmëronte për qëllimet e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. E nisi letrën drejt Mekës nëpërmjet një gruaje me emrin Kefud ose Sara nga fisi Mezine. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u njoftua nëpërmjet mrekullisë për këtë gjë dhe dërgoi Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, me disa shokë të tjerë. Ata e gjetën gruan në një nga shtëpitë midis Mekës dhe Medinës, i morën letrën dhe atë vetë kthyen në Medinë. Këtë ngjarje e kemi shpjeguar më gjerësisht në surën El Mumtahina në vazhdim të ajetit të parë të kësaj sureje. Sidoqoftë, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, la në Medinë zëvendësin e tij dhe ditën e 10 të muajit Ramazan, viti 8 i migrimit, u nis drejt Mekës dhe pas 10 ditëve arriti në Mekë. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në mesin e rrugës takohet me xhaxhain e tij Abbasin, i cili po vinte nga Meka për të shkuar në Medinë për të takuar profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Profeti tha: "Nise për Medinë plaçkën dhe eja me ne, sepse ti je migruesi i fundit." Si përfundim, myslimanët arritën pranë Mekës dhe disa kilometra pa u futur në Mekë. Vendosën një piknik
Dhe në darkë ndezën zjarre të shumta për të përgatitur ushqimin ose për të treguar se janë shumë. Një grup prej mekasve e pak të gjë dhe u tremb, kurejshët nuk dinin asgjë për lëvizjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Atë natë Ebu Sufjani dhe disa të tjerë nga të mëdhenjtë e shirkut kishin dalë jashtë për të marrë informacion për Mekën. Në këtë moment Abasi, xhaxhai i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, mendoi se nëse profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, do të hynte në Mekë me hidhërim, asnjë prej kurejshëve nuk do të mbetej gjallë. Për këtë shkak kërkoi leje nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të njoftoi për çka po ndodh dhe mekasit të vinë e të kërkojnë mbrojtje te ta. Abasi u nis dhe kur u afrua afër Mekës dëgjoi rastësisht zërin e Ebu Sufjanit që po i thoshte dikujt tjetër me emrin Bedil se nuk kishte parë më parë një zjarr të tillë. Bedili tha: "Mendoj se është zjarr i ndezur nga fisi Khuza." Nuk mendoj kështu sepse zjarri është më i përhapur, tha Ebu Sufjani. Në këtë moment Abasi i thret Ebu Sufjanin, ai e njohu Abasin dhe i pyet çfarë po ndodh. "Ky është i dërguari i Allahut që ka ardhur drejt teje me 10.000 ushtar mysliman", tha Abasi. Ebu Sufjani s'po dinte ç'të bënte dhe tha: "Ç'më urdhëron të bëj? Eja me mua dhe kërko mbrojtje nga i dërguari i Allahut, në të kundër do të vritesh", tha Abasi. Kështu Abasi e mori me vete Ebu Sufjanin dhe kur arriti afër vendit ku qëndronte profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u shfaq Omar ibn Khattabi. Kur e pa Ebu Sufjanin tha: "Faleminderit Zotit që unë jam më i fortë se ti dhe ti nuk ke asnjë siguri." Ai vajti me nxitim te profeti dhe i kërkoi leje ta vriste Ebu Sufjanin, por Abasi u afrua dhe tha: "O i dërguari i Allahut, unë mora në mbrojtjen time Ebu Sufjanin. Edhe unë gjithashtu do ta lë të mbrojtur derisa nesër ta sillni tek unë", tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Të nesërmen kur Abasi solli pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha: "Mirë për ty Ebu Sufjan, a nuk ka ardhur koha të besosh te Zoti një?" "Po, i dërguari i Allahut, unë dëshmoj në Zotin një, nëse idhujt do të kishin bërë gjë apo do kishin fuqi për gjë, unë nuk do kisha rënë në një ditë të tillë", tha Ebu Sufjani. "A nuk ka ardhur dita që të dish se unë jam i dërguari i Allahut", i tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. "Dyshimi dhe pyetjet janë të shumta në zemrën time", tha Ebu Sufjani. Si përfundim, ai dhe dy shokët e tij u bën mysliman. Dërgoi Ebu Sufjanin tek vendi ku do kalojnë luftëtarët e Zotit që ai ti shikoi, i tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, Abasit. Ebu Sufjani është njëri me pozit, mos e lini i pavlerësuar, tha Abasi. Çdo kush që hyn në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt dhe çdo kush që kërkon mbrojtje në xhamin El Haram është i sigurt. Çdo kush që qëndron në shtëpinë e tij dhe dyert i ka të mbyllura, edhe ata janë të sigurt, tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur Ebu Sufjani pa gjithë ato ushtri të madhe besoi, nuk i kishte mbetur rrugë tjetër që të krahasohej dhe i u kthye Abasit duke i thënë: "Është shumë e madhe mbretëria e djalit të vllait tënd. Mirë për ty nuk është mbretëri, është profetësi. Shko te Mekasit dhe lajmëroj që të përballen me ushtrinë islame", tha Abasi. Ebu Sufjani u nis dhe shkoi në Qabe, aty thiri me zë të lartë: "O njerëz, Muhamedi ka ardhur me një ushtri të madhe që asnjë forcë nuk mund ta thyej. Kushdo që futet në shtëpitë e veta është i sigurt, kush qëndron në Qabe është i sigurt dhe kushdo që vjen në shtëpinë time është i sigurt." Më pas thiri me zë të lartë: "O Kurejsh, pranoni Islamin që të qëndroni gjallë." Bashkëshortja e tij Hindi e tërhoqi për rrobash dhe thiri me zë të lartë: "Vriteni këtë burr plak dhe budalla. Lëshom, nëse nuk pranon Islamin, edhe ti do vritesh. Për Zotin, shko futu në shtëpi dhe ri brenda", i tha Ebu Sufjani të shoqes. Më pas profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nisi të ecë së bashku me rjeshtat e ushtrisë islame, derisa arriti tek vendi dhituji nga ku dukej Meka. Kur sytë e tij hasën Mekën, ju kujtua dita kur u larguan nga Meka me detyrim, sot po vjen drejt saj me një ushtri të madh, ndaj dhe e vendosi ballin e tij të ndritur mbi deve dhe bëri sejdën e falënderimit. Më pas profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u afrua në një vend me emrin Hujun, vend lart Mekës, ku ishte varosur Hatixhia. Aty ndaloi dhe mori gusull me rrobat e punës, hypi mbi deve ndërkohë recitonte surën El Fath, Nasr. Hyri në Qabe dhe thiri Allahu Ekber. Të njëjtën gjë bëri edhe ushtria islame, zëri i tyre përfshiu gjithë fushat e malet. Më pas profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, zbriti nga deveja dhe u fut brenda Qabes për të zhdukur idhujt. Pasi i theu të gjithë, njëri pas tjetrit tha: "E drejta erdhi dhe e pa drejta u zhduk, e pa drejta është për të zhdukur."
Disa idhuj të mëdhenj kishin mbetur mbi Qabe pasi profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk i arrinte dora. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, urdhëroi Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, që të vendoste këmbën mbi supin e tij dhe t'i rrëzonte ato. Kështu veproi dhe idhujt u thyen të gjithë. Më pas mori çelsin e shtëpisë së Qabes dhe fotot e pikturuara të profetëve të cilët ishin vendosur mbi mure brenda Qabes i zhduku. Pas kësaj fitore e profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, vendosi dorën mbi unazën e Qabes dhe u kthye nga njerëzit duke u thënë: "Si thoni ju, si mendoni ju, çfarë urdhri të jap për ju? Ne nuk presim nga ti asgjë tjetër përveç mirësisë dhe begatisë, ti je vllai i madh dhe fëmia i vllait ton të madh, sot ti more pushtetin dhe neve na fal", thanë ata. Në sytë e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, rodhën lotët, u dëgjua edhe zëri mekasve që qanin me zë të lartë. Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj atyre: "Unë për ju do them atë çka tha vllai im Jusufi, paqja e Zotit qoftë mbi të, sot nuk do të ketë asnjë faj dhe qortim për ju, Zoti ju fal ju, sepse ai është mëshirues." Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i fali të gjithë dhe tha: "Jeni të lirë, mund të shkoni kudo që dëshironi." Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte urdhëruar që ushtria e tij të mos shqetësoj asnjë, të mos vras asnjë. Sipas një transmetimi janë veçuar vetëm 6 persona që kishin gjuhë shumë të keqe dhe të rrezikshme nga gjithë të tjerët. Edhe kur dëgjoi se Saad ibn Ubate, mbajtës i flamurit, tha: "Sot është dita e hakmarrjes." Profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, vrapo dhe merre flamurin dhe thuaj: "Sot është dita e faljes dhe e mëshirës." Kështu Meka u çlirua pa gjak derdhi, ata nuk e prisnin këtë falje dhe mëshirë nga ana e Islamit. Kjo gjë ndikoi shumë në zemrat e tyre saqë njerëzit erdhën grupe dhe u bën mysliman. Kjo fitore e madhe u dëgjua nga i gjithë gadishulli arabik, të gjithë po dëgjonin për fenë islame, kështu vendi i myslimanëve dhe i fesë islame u vërtetua nga çdo anë. Në disa libra të historisë thuhet se kur profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, qëndroi pranë shtëpisë së Qabes, tha: "Nuk ka të adhuruar përveç Zotit që është një", e mbajti fjalën dhe premtimin e tij, robin e tij e ndihmoi, e mbështeti dhe vetë të gjitha dënimet i theu: "O njerëz, dijeni se çdo mall, çdo koncesion, çdo gjak në lidhje me të kaluarën dhe kohën e ignorancës është poshtë këmbëve të mia. Nuk duhet të flitet më për gjakrat që janë derdhur në kohën e ignorancës apo mallrat që ju janë marrë. Çdo gjë që është quajtur e mirë në kohën e ignorancës, sot është zhdukur, kështu të gjitha dosjet e të kaluarës janë mbyllur." Ky që një plan shumë i rëndësishëm dhe i habitshëm që bëri që njerëzit e Hijazit të heqin dorë nga e kaluara e tyre dhe të nisin jetën e tyre me fenë islame me paqe dhe falje. Kjo punë që e jashtëzakonshme dhe ndihmoi shumë në zhvillimin e fesë islame dhe është shembull për sot dhe të nesërmen tonë. O Allah, ti ke fuqi të sjellësh edhe një herë të myslimanët madhështinë e fesë ndjekur nga tradita dhe syneti i profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. O Allah, na bëj prej ndjekësve dhe shokëve të drejtë të profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. O Allah, na jep mundësinë të shijojmë pushtetin e drejtësisë islame në këtë botë dhe ta pranojmë atë me shpirt dhe zemër. Amin ya rabbal alamin.